Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Rozmarina, një mrekulli për shëndetin. Ja si ta përdorni për të trajtuar këto 3 probleme. Rozmarina është një bimë e njohur që ka ndikime të mira në shëndetin dhe në trajtimin e mjaft problemeve. Kjo bimë ndihmon dukshëm kundër luhatjeve të sheqerit dhe është e dobishme edhe kundër problemeve të depresionit. Po ashtu, efektet shëruese të rozmarinës ndihen edhe te personat që vuajnë nga tensioni i lartë. Kjo bimë mjaft e njohur mund të përdoret për të forcuar kujtesën, përmirësuar rrugët e frymëmarrjes, eliminon probleme të ndryshme të nyjeve, forcon imunitetin dhe mbi të gjitha mund të lehtësojë edhe komplikacionet tuaja të shëndetit. Ndërkaq, ajo mund të përdoret në formën e çajit, në gatime ose edhe si erëz ashtu siç është. Të lash trupin me lëngun e rozmarinës i jep lëkurës shkëlqim dhe e mbron atë kundër komplikacioneve. Në fakt, gjatë stinës së verës kjo procedurë njihet si shumë e rëndësishme, pasi duke ju frekuentuar në të njëjtën kohë pishina dhe deti, mund të shkaktojë infeksione dhe probleme të lëkurës. Papastërtitë e ujit dhe të rërës mund të shkaktojnë myk në lëkurë, por përgatitja e solucionit me vajin e rozmarinës ose edhe larja e trupit me ujin e rozmarinës mund të mbajë larg këto shqetësime. Diabetikët që vuajnë nga depresioni e kanë të vështirë të mbajnë nën kontroll nivelet e sheqerit në trup. Mjekët rekomandojnë pirjen e çajit të rozmarinës për të mbajtur larg këto komplikacione dhe për të sjellë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit të tyre. Rozmarina është një bimë e cila mund t'ja japë shumë veti të fuqishme për shëndetin, ndaj edhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt në vazhdimsi të dietave tuaja do të jetë një zgjidhje produktive, me element të fuqishëm ushqyes që e mbajnë atë më të shëndetshme, parandalojnë komplikacione dhe rrisin gjithashtu vlerat e shëndetit në trupin tuaj. Rozmarina është një bimë shumë efikase për kujtesën, frymëmarrjen dhe gjithashtu kundër shqetësimeve tuaja të reumatizmës. Mjaft e njohur është bima e rozmarinës në ndihmën që jep kundër problemeve të shëndetit të trurit dhe në forcimin e kujtesës. Për të gjithë ata që kanë një kujtesë të dobët dhe afatshkurtër, mjekët këshillojnë pirjen e çajit të rozmarinës ose edhe nuhatja e bimës së rozmarinës, e cila mund të jetë një zgjidhje produktive në rritjen e përfitimeve të kujtesës dhe mbi të gjitha në rritjen e performancës së trupit tuaj. Sigurohuni që rozmarinën ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë ushqyese më të madhe që ajo ofron. Kjo bimë shërben edhe në eliminimin e problemeve të ndryshme të nyjeve, problemeve të shkaktuara kryesisht nga shëndeti i dobët dhe komplikacione të ngjashme njëra mbas tjetrës. Përdorimi i rozmarinës në dietat tuaja mund të jetë një produkt shumë i mirë edhe kundër infeksioneve. Rozmarina do të ndihmojë në paksimin e djersitjes ose edhe gjatë periudhës së verës. Kjo bimë mund të përdoret në formën e çajit për të mbajtur larg problemet të lëkurës, djersitjet e forta dhe të shpeshta. Rozmarina është një produkt shumë i mirë në rritjen e vlerave të imunitetit. Ajo mund të ofrojë një mbrojtje të mirë të shëndetit dhe të mbajë larg komplikacionet e tij. Rozmarina është një bimë produktive shumë e rëndësishme edhe në betejën kundër problemeve të stomakut, dhimbjeve të kokës dhe të tëmthit. Gjithashtu, këshillohet që gjatë pirjes së çajit të rozmarinës të jetë i ngrohtë. Këshillohet që çaji të pihet gjithmonë përpara buke për të dhënë rezultatet. Pjesët që përdoren për lehtësim janë gjethet e thata dhe të grimcuara. Nëse lani trupin me ujin e rozmarinës, keni kujdes që lëkurat të mos jetë dëmtuar. Nëse doni të bëni gjumë të qetë, këshillohet pirja e një gotë çaji me rozmarinë. Për të patur një lëkurë të freskët edhe pa djersë, pini çajin e rozmarinës në të mirë të shëndetit tuaj. Si e tillë ajo do të japë rezultate të mira edhe në mbrojtjen e imunitetit. Sipas ekspertëve, rozmarina ka ndikime të mira në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen në trup, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe një rrezik për jetën.
Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë mënyra alternative për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Rozmarina është një bimë e veçantë, shumë produktive edhe për shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose ato që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje zakonisht mosha mbi të 50 do beson shikimin gradualisht. Për të ulur mundësinë që të vuani nga këto shqetësime, përfshiheni rozmarinën në dietën tuaj. Rozmarina është një bimë produktive edhe për tretjen më të mirë. Duke qenë e pasur me antioksidant me vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni në dietën tuaj rozmarinë, e cila nga ushqimet tuaja të preferuara mund t'jap një sër vlerash. Rozmarina është një bimë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të kujtesës, duke ju ndihmuar që të keni një kujtesë më të fortë. Ndihma që kjo bimë jep për memorien dhe përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si receta mjaft efektive në mbajtjen lart të këtyre shqetësimeve. Rozmarina është një bimë produktive e cila do t'jap rezultate të kënaqshme në këtë drejtim. Gjithashtu, ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse shtohet rregullisht në dietën tuaj. Rozmarina është një bimë produktive edhe kundër luhatjeve të depresionit. Rozmarina ndihmon në probleme neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumëfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, ta përdorni si çaj ose ta bëni masazh rreth kokës me vaj esencial. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepër brenda në trup. Ndjenjat e fryrjes dhe rëndesën largohen lehtë me rozmarinë, duke nxjerrë jashtë toksinat dhe duke sjellë gjithashtu edhe shumë përfitime për shëndetin. Ajo mund të relaksojë gjithashtu mendjen dhe trupin tuaj dhe mund të cilësohet si një nga zgjidhjet më të mira produktive. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar, e cila garanton një ndjesi gjallëruese. Ju duhet vetëm të fërkoni bimën e vogël midis gishtave dhe të thithni gjithashtu aromën që ajo çliron. Kështu do të keni përfitime më të mira lehtësuese për shëndetin tuaj dhe mbi të gjitha do të keni edhe një gjendje më të relaksuar. Rozmarina ka veti të mira antioksiduese. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm, të cilët mbrojnë në trupin tuaj nga radikalet e lira dhe i sjellin atij shumë përfitime. Kjo barishte ka acidin rozmarik dhe acidin karsolik dhe acidin ursolik, të cilat janë antioksidant të njohur për shëndetin. Rozmarina ka veti të mira antiinflamatore. Ajo përmban veti antiinflamatore dhe ndihmon në trajtimin dhe lehtësimin e problemeve të astmës, ekzemës, artritit dhe problemeve të tjera. Ajo do të përmirësojë edhe shëndetin e trurit. Rozmarina rrit rrjedhjen e gjakut në kokë dhe stimulon sistemin nervor qendror. Për më tepër, kjo bimë njihet për përmirësimin e kujtesës dhe më mirë akoma, përmban përbërës që parandalojnë degradimin e acetokolinës, e cila është një neurotransmetues i rëndësishëm për të mbrojtur memorien dhe për të parandaluar probleme të tilla si Alzheimeri. Ajo ndihmon nga lodhja dhe stresi i veshkave. Bima ka aftësinë për të luftuar lodhjen, stresin dhe për të zbutur hormonet. Është e rëndësishme sepse sot shumica e njerëzve jetojnë në gjendje të tensionit të vazhdueshëm. Për këtë arsye, trupi mund të përjetojë efekte të dëmshme të kortizolit të hormoneve. Në këtë rast, rozmarina së bashku me barishtet si livando kanë aftësi të jashtëzakonshme për të ulur kështu kolesterolin dhe kortizolin në trup. Është një bimë shumë energjike. Rozmarina është një nxitse e mrekullueshme, gjithashtu mbështet qarkullimin e gjakut, përmirëson tretjen, stimulon rritjen e shëndetshme të flokut dhe forcon sistemin imunitar. Rozmarina është një bimë shumë produktive për shëndetin e flokut dhe mund t'jap gjithashtu rezultate të mira në çdo aspekt të tij. Nëse doni më shumë vlera, shtojeni në dietën tuaj, por gjithmonë nëse merrni medikamente të caktuara, duhet të konsultoheni me mjekun përkatës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.